Me veteranin e nderuar të futbollit shkodran dhe ati shqiptar, ish portieri në shuar të viteve 70, Ahmet Meta. Pikërisht në Pragneshqin Vllaznia Dinamo, e cila luhet të shtunën në kryeqytet. Profesor Meta, tashmë është faza finale. Vllaznia nis betejat, ka 3 beteja radhazi për të fituar titullin kampion. Si e parashikoni? Faleminderit Gaci. Për sa i përket kampionatit Marej, Vllaznia paka shumë mas shumë shëlacione, sidomos në fazën e fundit, arriti objektivin e tij, fitoi me merit vendin e parë, i cili e mbajti më të shumtën e kohës në gjatë gjithë kampionatit. Tani është faza e play-offit, e cila kërkon një angazhim më të madh, për arsye se neshet me ekipet më të mira të kampionatit, të cilit ka rivalizu ose ka pas neshe të një, si me thënë, përkushtimit njëni me tjetën. Kanë pas gjithë se cila ka pas ata objektivet e veta dhe Vllaznia disa herë i doli në sukses, disa herë jo. Tani ka arë koha që me tërgu vetën që Vllaznia të rinë aty ku është, ku ameritan me kënd e ku ka pas vendin gjithmonë me kënd. Lufta sportive me Dinamo ka për të ka një ndeshje fort, thamone, e parashikojt fort për arsye se dhe Dinamo ka ata objektivet e veta, pavarësisht se ajo fitoi ndoshta kupin e Republikës, por kampionati prap synon edhe për kampionat, kështu që do të jetë një ndeshje fort, thamon. Nivelin e ka, ashtu siç e ka nivelin e Vllaznia, dhe përfitojmë dhe arrijmë objektivin e fundit të titullit kampion. Në fakt, profesor, lufta sportive, sipas opinionit sportiv, për titullin kampion është në mes Vllaznisë dhe Elbasanit. Por për të shkuar deri tek Elbasani në ndeshjen e fundit me 31 maj, duhet kaluar Dinamo, duhet kaluar edhe Egnadia, që është ndeshja e dytë. Është vërtet, Gaci, Elbasani ka treguar një nivel të kënaqshëm të futbollit, e cila ka dhënë tonin e këtë kampionat dhe padyshim duhet vlerësu. Ekipi i Elbasanit është një ekip i fortë, ekip që lufton fort, por ne do të dimë për me majtë dhe me dalë me sukses me këtë ndeshje. Thamë që ka me kënë mobilizim i madh për Vllaznin, për arsye se janë akumulu shumë gjana të gjatë kampionatit dhe tani duhet shpërthejnë me atë lojën e mirë që do të bëjnë. Ju ndoqën ndeshjen Vllaznia Flamurtari dhe në një farë mënyrë Vllaznia paraqiti një kompaktësi dhe ana pozitive asaj ishte edhe elementi i ri i cili debutoi me sukses dhe mendoni se është një garanci edhe brezi i ri në këto 3 ndeshje finale? Po dyshim që brezi i ri, si më thënë, është një ringjallje e ekipit të Vllaznisë, pra është një vazhdimësi edhe elementeve. Kështu që Shkoda ka pas gjithmonë elemente dhe do të ketë vazhdimisht. Kështu që thamë që elementi i ri që është faqë gjatë këtij kampionatit kanë marrë ata minutet e duhura për me pa se kush sa vlen. Kështu që Shkoda nuk i mungon elementi i ri dhe është gjë mirë që aktivizohen në këta. Profesor, për ta mbyllur, në një farë mënyrë janë 4 skuadra në finale, Dinamo është disi larg objektivit për titull, por Elbasani është kryesori, por jo larg edhe Egnadia. Kë shikoni si rival më kryesor, Elbasanin apo Egnadian? Në shikoj, të dy janë ekipe të mirë, me thënë të drejtën, megjithëse ajo loja e Egnadias ka roj fije, po prap se prap duhet vlerësu, ndërsa për Elbasanin është një kockë e fortë. Elbasani është një kockë e fortë, të cilët kanë investuar në atë ekipë dhe do që me pa tjetër për me arrit një kulpor, do të neshin në një skuadër të Vllaznisë e cila ka edhe objektivet e veta, kështu që unë shikoj Elbasanin ma rivalizues se ekipet tjera. Profesor, faleminderit. Faleminderit.